Një mesazh, një foto, një kërcënim. Por shumë të rinj, kaq duhet që frika të marrë kontrollin e jetës së tyre. Shantazhi mes të rinjeve po përhapet në heshtje, duke lënë pas pasoja të rënda emocionale dhe psikologjike. Pasoja që shpesh nuk merren parasysh nga ata që e bëjnë. Shantazhi sot po merr për masa shqetësuese. Në botën virtuale ndoshta duket gjithçka si lojë, por në fakt jeta reale ka njerëz real me ndjenja reale. Ajo që ndoshta nisi si lojë, shpejt kthehet në maks. Në epokën e rrjeteve sociale dhe komunikimit digjital, të rinjët po përballen me forma gjithnjë më të sofistikuara presioni dhe manipulimi. Shpesh, një gabim i momentit kthen në mjet shantazhi, duke i vendosur ata përballë frikës, turpit dhe izolimit. Gjithçka fillon me një bisedë të thjeshtë, kur njerëzit janë pa sherr, duke lozur ose duke biseduar dhe duke shkëmbyer diçka që mendojnë se duhet ta ndajnë me dikë tjetër, pastaj kalohet tek përcjellja fizike e gjërave, ose në mënyrë virtuale tek personi tjetër, i cili prej momentit kur e zotëron ato, atëherë thotë tani unë mundem që për këtij individi të nxjerr diçka, ndonjë benefit ose ndonjë përfitim, dhe në këtë mënyrë ai e sheh atë nga perspektiva e zogut, e sheh si dikush i cili është më i dobët dhe që mund të nxirren ose të ekstraktohen përfitime të natyrave të ndryshme. Shantazhi godet drejt për drejt e ndjenjat më të brishta, frikën nga gjykimi, humbjen e dinjitetit dhe ankthjen se gjithçka mund të dalë në dritë. Viktima fillon të mendojë se nuk ka rrugdalje. Në shoqërinë tonë, e cila është shoqëri moderne, shantazhimi është duke u shndërruar në një dukuri ose në një fenomen gjithnjë më të përhapur si arsye e mundësimit të teknologjive informatike, gjithsesi të rrjeteve sociale, të cilët ju mundsojnë personave ose qarqeve të caktuara, dashakeqe, që të përdorin informacionin për të vënë në një pozitë të padashur, të padëshiruar një person ose një individ, pra në vend që të përdorin mjetet klasike të dhunës fizike, sikur që janë për shembull veglat e metalta ose si thika ose diçka tjetër, pistoleta ose diçka tjetër, ata përdorin pra të dhëna, gjithsesi gjetje të cilat i kanë në dorë ose informacione të cilat i kanë në dorë, dhe në këtë mënyrë pra tentojnë që t'i postojnë ata duke e kushzuar palën tjetër që t'u ofroj atyre atë që ata duan. Ky mund të jetë një shërbim material, mund të jenë të mira financiare, ekonomike, pra para, ose shërbime të kategorisë që ndryshe quhet edhe sextortion ose shërbime seksuale, sikur që ishte edhe rasti i fundit në Kumanov. Mund sjell në post-trauma të ndryshme dhe ato janë më të rënda me periudhën kohore, sepse nuk mundet njeriu të funksionojë në normalitet, mund të ketë pasoja emocionale të cilës shfaqen gjatë periudhës kohore, domethënë gjatë funksionimit në punë, gjatë lidhjes martesore, gjatë edukimit të fëmijës, e kështu me radhë. Është një proces shumë afatgjatë. Shantazhuesit shpesh përfitojnë nga papjekuria emocionale dhe nevoja e të rinjeve për pranim shoqëror. Ata krijojnë një marrëdhënie kontrolli ku viktima ndihet e bllokuar dhe pa zgjidhje. Realisht sot jetojmë në një botë ku gjithçka lejohet, gjithçka kalon, ndoshta edhe limitet, megjithatë pasojat mund të jenë mëdha, pasi që kur bëhet fjalë në rastin konkret për shantazhime, sidomos tek moshat e reja, pasojat mund të jenë fatale dhe të rrezikshme, sepse varet çfarë lloj shantazhimi. Unë paraprakisht sa kam njohuri dhe sa kam hasur vetë te klientët e mi personal, ka të bëjmë kur nxjerrin fotografi private ose diçka ku thyet diskresioni ose privatësia e ndokujt tjetër, edhe eventualisht domethënë varet nga personi dhe nga individi se si mund ta përjetojë një ndjenjë të tillë, edhe mandej reflektohet në një stres ose një impuls shumë i rëndë që rrezikon dhe mund të ketë çrregullime ndryshme
psiqike dhe varësisht tani personit, mund të jetë personi që mund të kaloj shumë lehtë në pjesën depresive, dikush mund të kaloj në pjesën e ankthit, por ajo çka është më rëndësishme që kemi stres shumë të fortë në raste të tilla kur bëhet fjalë për shantazh, sidomos tek gjeneratat e reja, ashtu siç e thashë, ku rrjetet sociale mundësie janë të ndryshme dhe aq më keq kur kemi besueshmëri të madhe në këto aplikacione dhe mandej kemi shantazhe dhe format ndryshme ku mund të thyet ai sekret. Simptomat e parandjenja të para janë izolimi në vetvete, krijon atë bindjen që askujt nuk mund t'i besoj, andaj me një fjalë kemi izolim social, kemi mos funksionim të aktiviteteve dhe këtu japin shenjat e para, sinjalizimin e parë që diçka nuk është në rregull me neve si më herët. Varfëria i bën njerëzit më të cenueshëm, mungesa e parave, e punës apo e mbështetjes sociale, yshtin disa të pranojnë presionin, kërcënime ose heshtje për të mbijetuar. Kjo krijon terren për shantazh, sepse shantazhimet përfitojnë nga frika e humbjes së asaj pak që ke. Megjithatë, sipas sociologut Pajaziti, shantazhimi më shumë ka të bëjë me aspektin psikologjik dhe paformueshmërinë e duhur të personit që bie prej shantazheve. Varfëria gjithsesi që ka ndikim në këtë drejtim, edhe papunësia, por ma problemi është më tepër psikologjik, pra personat të cilët janë të dobët, të cilët nuk kanë arritur që të vetë realizojnë dhe të kenë atë unin dhe egon e tyre, të bindjes së tyre se nuk ka kush që u athyen atyre belin, nuk ka mundësi që të shantazhojnë ose të bëjnë kurban i individëve të tillë. Pra, një person sa më i ngritur të jetë, sa më i vetëdijshëm të jetë, sa më i edukuar, sa më i arsimuar të jetë, aq më të fuqishëm e ka mekanizmin për të mbrojtur ose për të ruajtur veten karshi shigjetave të këtilla të epokës së teknologjive informatike, pra kur kemi një furtunë të ataqeve ose të sulmeve të kësaj natyre, të kësaj kategorie. Nuk është shqetësuese vetëm ndjenja që shantazhuesit i japin viktimës së tyre, në raste të rënda, kjo gjendje mund të çojë edhe në depresion apo mendime vetëdëmtuese. Vetë personat të cilët shantazhohen nuk e kanë atë kulturën e temit të impulsivitet ose të shpërthimit të menjëhershëm që ta shpërndajnë atë ose ta shkëmbejnë me dikë që e kanë më të afërt, me anëtarët e familjes, sepse jemi shoqëri e mbyllur, jemi shoqëri të cilët shoqëri që gjithçka e mban në vetvete derisa ballona të fryhet edhe të shpërthejë dhe të plas. Në fakt do duhet që në esencë që të ndërmerrte hapat e menjëhershme të alarmit ose të ngjyrës së kuqe për të reaguar ndaj këtyre rasteve dhe për të piketuar individin ose qarqet të cilat e sulmojnë individin e caktuar. Pra, publikimi i rasteve të këtilla është më i mirë se sa mbajtja fshehur ose në diskrecion. Kjo në botën e personit ose të individit që e mban rastin e shantazhit në vetvete krijon një gjendje stresante që mund të çojë deri te anksioziteti dhe depresioni. Edhe më keq mund të shkoj situata. Po, absolutisht, po, ne kemi pas raste edhe më herët, ku sidomos të rinjt faza e adoleshencës, kur ka një mjegullnaj të emocioneve dhe të personalitetit dhe mendojnë që gjithçka është e pasgjidhur, natyrisht që thash ka fatalitet ku nuk dua të frigoj opinionin edhe njerëzit, por nëse nuk trajtohen, nuk bisedohen edhe nuk qartësohen gjërat, natyrisht që mund të i kalohet në ankth, mund të i kalohet në depresion, ku mund shkojmë edhe të më e keqa, ku mund të kemi tentativa suicidale ose të vetvrasjeve. Ekspertët theksojnë se shantazhi ushqehet nga frika dhe heshtja. Shumë prej të shantazhuarve zgjedhin të heshtin, duke mos kërkuar ndihmë as te familja dhe as te institucionet, nga frika se do të fajsohen ose nuk do të kuptohen. Nuk shkojmë sepse nuk duam ta skandalizojmë veten, nuk duam që të bëhemi individ publik, nuk duam që ti vendosim, ti vëm vetes njolla
sociale, tentojmë që ta hedhim atë nën tepih, ta mbulojmë. Mendojmë se me kalimin e kohës, koha i shëron të gjitha, por në fakt nuk është ashtu sa më gjatë që të zgjas pra kjo periudha e shantazhimit ose të shantazhimeve të shumta aq më ketë që bëhet për atë person, për atë individ i cili kur të arrin në një stad ose në një nivel kur nuk mundet më atë ta duroj, do të shpërthej, por atëherë do të jetë vonë. Të shkuarit te psikologu nuk do të thotë që ju keni ndonjë çrregullim madhor, por kjo do të thotë që ju keni vigjilencë të lartë mendore dhe doni ti trajtoni gjërat që jeta juaj të jetë më e lehtë dhe të problematikat bëhen shumë më të kollajshme. Dhe për atë arsye kjo nuk do të thotë që edhe ne si psikolog që jemi profesionistë të shëndetit mendor, edhe ne nuk shkojmë në psikolog, edhe ne kemi nevojë të trajtohemi, të shprehim ndjenjat, edhe të nxjerrim atë, me një fjalë të themi, sikletin ton të mbrëmshëm, dhe për atë arsye unë e shoh një vetdije të plotë tek shoqëria jonë, që më vetë se ka filluar të thyet stigma edhe kjo problematike të shkuarit në psikolog, megjithatë sa më e madhe që është vetdia dhe sa më tepër që njerëzit i trajtojnë problemat etika e tyre tek profesionistët përkatës, aq më mirë do të jetë për shoqërinë tonë në përgjithësi. Zgjidhja pra nis me një hap të vogël për të guximshëm, të flasësh, të kërkosh ndihmë nga prindërit, psikologët apo institucionet nuk është turp, është shpëtim. Duhet komunikim i hapur, edukim mbi sigurinë online dhe forcimin e besimit mes të rinjeve, familjes dhe shkollës. Kërkimi i ndihmës nuk është dobësi, por hapi i parë për të thyer zinxhirin e shantazhit. Më mirë është që sa më herët që të shpalosen, të nxirren në shesh pra rastet e këtilla dhe instancat të marrin pra masa, sepse sot është e mundur, sot jetojmë në shoqërinë e panoptikonit, kur të gjithë neve jemi të vëzhguar dhe kur nuk ka njeri që u hik algoritmeve në këtë shoqëri e cila quhet shoqëri e informacionit. Pra dhe shumë lehtë, shumë kollaj mund të detektohen individët të cilët pra bëjnë abuzime të kësaj natyre. Rasti më i fundit në Slupçan nxori në dukje anën më të errët të një shoqërie që shikon por nuk reagon. Është e dhimbshme, është dëshpëruese, megjithatë nuk mund të them që ndoshta është edhe rasti i vetëm. Mund të kemi edhe shumë raste të ndryshme që ndoshta nga frika, stigmatizimi nuk paraqiten publikisht dhe është situatë e rënda aq më tepër që sa kam informacione dhe mund të jem gabim që ka dhe antarë të familjes që janë të kyçur në këtë proces të shëmtuar, domethënë. Megjithatë, kjo është e rëndë dhe nuk dua të komentoj as shumë sepse nuk është që kam informacione të bollshme, ajo që është më e rëndësishme që njerëzit thash ti tregojnë problemat e tyre që i kanë, ti shfaqin dhe çka është këtë rast e rëndësishme të reagojnë institucionet tona të drejtësisë. Rasti veçmë mendoj se është shpalosur deri në detaje, po mbetet që të ndërmerren hapa konkrete që personat të cilët janë të inklinuar ose të përfshirë në këtë krim të papar, në këtë temi dukuri që ka rrëqethur të gjithë njerëzit me mendje në kokë dhe që kanë ndërgjegje, duhet që gjithsesi të ndërmerren masa të duhura që personat e përfshirë pra natyrisht të dënohen dhe të penalizohen në bazë të normativës. Por ka raste të shumta që viktimat kërkojnë ndihmë, ama shantazhuesit nuk marrin dënimin e merituar dhe kjo i inkurajon shantazhuesit e tjerë që të trimërohen duke vazhduar të kënaqen me fatkeqësinë që u shkaktojnë njerëzve të tjerë. Shtetet e avancuara dhe në shtetet progresive, në vendet perëndimore, si Anglia, Australia, Kanada, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka sanksione të rrepta lidhur me këtë, edhe në vendin tonë janë të parapar pra penalizime në drejtim të këtij temi krimi social, por nuk janë të mjaftueshme temi ashtu sikur që janë, përderisa nuk shohim neve që ka sanksione konkrete, pra nuk ka penalizime konkrete të individëve të cilët
duhet që të përfundojnë edhe pas grilave për veprime të këtilla, sepse në pyetje është jeta, fati dhe ardhmëria e individëve, në veçanti e personave të cilët janë të njohur, pra të moshës së adoleshencës, të cilët me shumë vështirësi e bartin barrën e shantazhit. Nuk mund të them asnjëherë që institucionet bëjnë të bollshmen për këtë vend, sepse sa më shumë që punohet, aq më mirë është për ne. Dhe këtu, domethënë, çdo herë kam dhënë kritikën time dhe çdo herë kam biseduar, që kam thënë sidomos tek pjesa e shëndetit mendor te psikologët, të afirmohet ose të investohet më tepër në këtë lëmi, sepse psikologu është një profesion ku duhet jetë i kyçur gjithandej, sepse gjithandej kemi çalime, kemi problematika, qoftë në për institucionet shëndetësore, qoftë në ato arsimore, kështu me radhë. Për atë arsye, unë kisha lutur që edhe kolegët e mi sa më shumë të bëjnë punë në këtë lëmi edhe ta ushtrojnë profesionin, sepse profesioni jonë nuk është vetëm pjesë financiare, është pjesë senzitive e moralshme edhe mbështetje shpirtërore për gjithë klientët, në këtë fjalë shoqërinë tonë në përgjithësi. Shantazhi është krim, heshtja ushqen atë dhe asnjëri nuk duhet ta përballojë vetëm, dhe këtu familja luan një rol thelbësor. Pika e parë duhet të ketë një relacion shumë të ngushtë me fëmijën, sepse ne mendojmë që kur i plotësojmë kushtet materiale të fëmija, mendojmë që ja kemi dhënë edhe dashurinë përkatëse, që nuk është e vërtetë. Duhet kemi relacion shumë të afërt një marrëdhënie me fëmin, duhet jemi shumë shoqërues, duhet gjejmë metodika dhe forma se si t'i kuptojmë ata, siç e përmenda, siç është mosha e adoleshencës. Pa ajo që ka është e rëndësishme nuk duhet ta apostrofot dhuna as pak, sepse në formën e dhunshme, qoftë ajo verbale ose fizike, nuk zgjidh problematikën. Për atë është shumë e rëndësishme të gjejmë metoda përkatëse, teknika përkatëse dhe ta kuptojmë botën e një triu, sidomos në këtë shoqëri që jemi sot, ku janë dinamikat të mëdha, problematikat shumëta dhe kemi çështje informative të mëdha, e mandej këto informacione nuk mund t'i procesojmë siç duhet dhe hasemi deri në problematika. Se kemi të bëjmë me një botë shumë, si më thonë, të trubullt ose të panjohur dhe në këto raste secili njeri mund të ndihet i fajtor, edhe për atë arsye kur njeriu hapet, kur njeriu i shfaq këto dilema, i shfaq këto problematika, problemi vetë se bëhet i zgjidhur dhe shfaqet gjithë secili që ka atë faj ose atë problematik për çfarë do x arsye qoftë ajo. A duhet edhe në vete të kemi kujdes se çfarë postojmë në rrjetet sociale që më pas të mos bëhemi pre e shantazheve? Duhet të ndryshojmë mentalitetin ton, nuk duhet që gjithçka të postojmë dhe të jemi ekstra prezent në mediat sociale, sepse jemi një shoqëri që çka në kokë atë edhe në shesh. Gjithçka pa neve e qesim dhe e shpërndajmë ose e distribuojmë në lidhje me atë që është pjesë intimës son, që është personale, fotografi të shumta me vend e pa vend, të cilat pastaj keq përdoren nga individ të caktuar, të cilët neve mendojmë se i kemi shumë të afër dhe të cilët na e duan të mirën, por më pas vërehet se ato faktikisht janë duke na e gërryer dhe unë në kamp dhe dita ditës neve mbetemi pezull në ajër dhe në fund neve themi SOS, ndihmë, por atëherë më zhvonë. Gjithsesi rrjetet sociale janë shtytësi kryesor i shantazhimit modern dhe post-modern. Pra, sot pjesa dërmuese e shoqërisë është në rrjetet sociale dhe ne një pjesë të unit ton ja kemi besuar komunitetit ose kemi besuar asaj që quhet agora virtuale ose sheshi virtual dhe ato ditë për ditë e plotësojmë me të dhëna tona për vetveten, shpeshherë duke i tejkaluar edhe vijat e kuqe, duke tejkaluar edhe vijën e normales, të arriturat dhe të pa arriturat, gjërat të cilat janë pjesë e personalitetit tonë, familjaritetit tonë i postojmë, shpeshherë edhe fëmijët tonë dhe foshnjët tona. Dhe në këtë mënyrë neve faktikisht u japim topin, u vendosim në penalti që dikush neve më pastaj të shënoj gol, i cili mund të jetë
kritik dhe mund të jetë fatal për të nesërmen tonë. Rrjetet sociale kanë dobinë e tyre shumë të mëdha, sepse ndihmojnë në shumë sfera, sepse thash, kemi qasje informative gjithandej, po varet sepse si mund të shfrytëzohen ata dhe si mund t'i faktikisht të marrin prej rrjeteve sociale. Për neve, për shembull, por unë si studiues jam vazhdimisht, normalisht që është e pashmangshme të marr informacione të bollshme, sidomos tash kur kemi aplikacione të mëdha. Por këtu duhet jemi shumë të limituar dhe të kujdesshëm çka marrim, si marrim edhe si përpunojmë ato informacione, mandej kemi përdorshmëri të përditshme të aktiviteteve tona. Ndërgjegjësimi dhe mbështetja psikologjike janë armat më të forta për të mbrojtur të rinjt. Shantazhuesi nuk kontrollon vetëm një foto apo një sekret, por emocionet dhe jetën e viktimës.